unë tani e kuptoj trupin tim, ndoshta mos im detaj tani se jo të gjithë njerëzit ka inteligjencë kuptojnë gjëra. Unë tani jam një trup, apo jo, presidenti është një trup. Unë tani jam ndarë në mes. Në mes me shar elektrike. Që do të thotë nga koka deri poshtë? Po, që këtu deri poshtë. Nga koka te koka. Po, koka. Që do të thotë, unë ditën komunikoj me popullin dhe natën komunikoj me UFO dhe alienit. Kam ngarkesë të madhe, po doja dalim bashkë. Kemi ngarkesë. Doja dalim. Më mirë është të kesh ngarkesë sa mos kesh hipsh. Patjetër më. Tani, çfarë ka nga këto nismat e fundit që të kanë thënë UFO-t që do të jetë për Shqipërinë, për shqiptarët? UFO-t e kanë marrë vendimin. Shqiptarët nuk ngrihen. Nuk ngrihen do. Nuk ngrihet. Nuk e di tani vegla këtu sallavë. Jo, nuk ngrihet humori, gjendja që të divizin, që ta ngrenë situatën. Kështu që gjërat po punojnë, jo pa qëllim kemi kërkuar ndihmë nga UFO dhe alienët dhe inteligjenca artificiale. Se ky popull është në gjumë. E kanë vënë sallar, po kanë bërë shiringën që në Valiumin. Kanë bërë shiringën që në 44 edhe sot, vazhdojnë shiringa.